Policia e shtetit vijon me intensitet operacionet për mbrojtjen e hapësirave publike dhe për sigurimin e qarkullimit të lirë në qytete. Operacioni i goduar hapësirat publike ka për qëllim të godasë shfrytëzimin e jashtëligjshëm të hapësirave publike dhe private që përdoren për aktivitete të paligjshme, si lavazhe makinash, vend parkime të paregjistruara apo veprimtari që pengojnë lëvizje normale të qytetarëve dhe mjeteve të emergjencës. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka konstatuar 133 raste të shfrytëzimit të hapësirave në mënyrë të paligjshme, ku më të shumtat u regjistruan në kryeqytet. Si rezultat i kontrolleve, 10 persona u arrestuan për shkelje të ligjit, ndërsa 123 të tjerë u proceduan penalisht, duke përfshirë edhe gjoba dhe masa të tjera administrative. Gjithashtu, operacioni evidentoi 45 raste parkimesh të gabuara që pengonin qarkullimin e automjeteve, këmbësorëve dhe mjeteve të emergjencës. Policia ka konstatuar dhe 3 raste punësimit paligjshëm, për të cilat materialet janë referuar në prokurori për veprimet mëtejshme. Operacioni u zhvillua nga strukturat e të krimeve ekonomike financiare, patrulla të përgjithshme dhe forcave shqiponja. Në bashkëpunim me Policinë Bashkiake, autoritetet paralajmëruan se kontrollet do të vijojnë me qëllim garantimin e hapësirave publike për qytetarët, për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë urbane, si dhe për ndërshkimin e veprimtarive që cënojnë funksionimin normal të qyteteve. Në këtë kuadër, qytetarët u bëjnë thirrje të respektojnë ligjin dhe të shmangin zaptimin e hapësirave publike, duke garantuar qarkullim të sigurt dhe hapësira të sigurta për të gjithë.